Selam aleikum, miq të dashur, dhe mirë se vini në kanalin tim Mësimi i Shpirtit. Unë jam Arlinda dhe sot do t'u udhëheq në një udhëtim shpirtëror të shenjtë në emër të Allahut, drejtshërimit dhe rinovimit. Ky është një meditim islam për dorëzim dhe çlirim. Në këtë meditim do të imagjinojmë dhe udhëtojmë së bashku në një natë të qetë drejt një plazhi i ndriçuar nga drita e hënës. Çdo valë do t'ju ndihmoj të lëshoni atë që nuk ju shërben më dhe të dorëzoheni plotësisht tek Allahu. Le të fillojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Merr një frymë të thellë, mbaje për disa sekonda dhe lëshoj ngadalë. Sërish, merr një frymë të thellë, mbaje për disa sekonda dhe lëshoj ngadalë. Lejo veten të zhytet butësisht në këtë moment. Imagjino si kur valët e detit të jenë duke tërhequr ngadalë vetëm për ty, duke të ftuar të kthehesh në veten tënde këtë natë. Me lejen e Allahut, unë po të them që ti je i sigurt për të liruar, je i lirë për të ndjerë, ti je i sigurt për të lëshuar gjithçka që të mundon, që nuk të shërben më, dhe të dorëzohesh plotësisht Allahut me gjithë shpirtin tënd. Imagjinoje veten duke ecur zbath në një natë të qetë, në plazh, të ndriçuar nga hëna. Bota është e heshtur këtu. Era po shpërit si një melodi e butë, dhe valët këndojnë një këngë të shenjtë që vetëm shpirti yt mund ta dëgjojë. Mbi ty, hëna e plot ndriçon si një perlë rrezatuese e varur në qiellin e natës. Drita e saj argjendore përhapet mbi rër, det dhe lëkurën tënde. Ndjehe këtë ndriçim duke të mbështjellë si një mbulesë shërimi hynor. Ti je i mbajtur, ti je i dashur, ti je i sigurt këtu. Fillo të ecësh ngadalë përgjatë brekut. Me çdo hap, ndjehe rërën e ftohtë nën këmbët, të butë dhe toksuese. Vëre se ajri ka aromën e kripës, i freskët dhe i gjallë. Imagjino si ti mbush mushkrit tuaja, qartëson mendjen dhe të hap zemrën. Tani gje një vend në plazh dhe shtrihu për t'u toksuar. Duart vendosin mbi zemrën tënde dhe vëre si drita e hënës përkthen lëkurën tënde. Deti të këndon me ritmet e lëshimit dhe ti je gati tani. Fillo të marrësh një frymë me ritmin e valëve. Merr frymë thellë kur valët afrohen dhe nxirr frymën jashtë kur ato tërhiqen. Thith qartësi dhe nxjerr jashtë atë që nuk të shërben më dhe lejoje veten të qetësohet. Këtu nuk ke nevojë të përpiqesh, nuk ke nevojë të mbash të gjithë brenda teje. Të lejohet, t'i lëshosh, të dorëzohesh komplet dhe t'ja japësh gjithçka Allahut. Liroje gjithçka që ke në det dhe në dritën e hënës. Kështu, ndërsa valët vinë e shkojnë, le të bëhen ritmi i shërimit tënd. Çdo valë që përplaset në breg është një ftesë për të lëshuar dhimbjen, për të larë frikën, mëkatet, dyshimet, dhe
dhe për të dorëzuar historitë e vjetra që kanë rënduar mbi zemrën tënde. Imagjino tani si drita e hënës fillon të derdhet në kokën tënde, duke shëndritur në përgjithë trupin. Kjo dritë është e butë, shëruese dhe thellësisht transformuese. Kjo dritë të mbush nga brenda, duke qetësuar pjesët e lodhura, të friksuara dhe të ngarkuara. Me çdo frymarrje, ndjeje si valët tërheqin jashtë gjithçka që të rëndon, gjithçka që nuk të përkat më, rëndesën që shpërbohet, dyshimin në vete që ngrihet, fajin, pikëllimin, trishtimin që të ka mbetur, të gjithë tani lajen në det. Thuaj në vete ose me zë të lartë, ja hayu ja qayyum, bi rahmetika astaghith. O i gjallë, o i përjetshëm, o mbajtësi gjithçkaje, me mëshirën tënde kërkoj ndihmë. Merë frymë thellë shpirti bukur dhe lejoje veten të pastrohet. Me çdo valë që kthehet në det, dije se po rinovohesh, po shërohesh, rindërtohesh, forcohesh dhe rimerr veten tënde përsëri. Allahu po merr barën tënde me hir dhe dashuri të pakushtëzuar. Thuaj me besim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Më mjafton mua Allahu dhe është mbështetësi më i mirë. Tani vendos dorën mbi zemrën tënde. Ndjeje ritmin e butë të jetës. Ndjeje si drita e Allahut po zgjon të vërtetën brenda teje. Dhe derisa qëndron në këtë hapësirë të shenjtë mes tokës dhe qiellit. Shiko yjet lartë, shiko universin që Allahu ka krijuar, sa e mahnitshme është. Kujto se problemet e tua në krahasim me madhështinë e krijimit të tij janë shumë të vogla dhe vetëm kalimtare. Pyete Allahun, çfarë jam gati të lëshoj? Ndalu këtu dhe dëgjo. Përgjigja mund të jetë një fjalë, një ndjenjë, një imazh. Çfarë jam gati të lëshoj? Lëre të vi tani. Po të jap pak kohë këtu të marrësh përgjigjen. Nëse nuk të erdhi asnjë përgjigje, mund të thuash këtë. Unë tani dua të lëshoj gjithçka që si shërben qëllimit tim të lartë dhe planit hyjnor që Allahu ka caktuar për mua. Shumë bukur. Tani ashtu siç je me dorën mbi zemër, përsërit pas meje. Zemra ime është e hapur, e mbushur me dashurinë e Allahut. Aty ku banon paqja, besimi dhe drita e tij. Zemra ime është e hapur, e lirë nën mëshirën e tij, ku shfaqet thellësia më e ëmbël e qenjes sime. Zemra ime është e hapur, këtu jam në dorë të Zotit, aty ku filloj dhe aty ku më udhëzon ai.
Zemra ime është e hapur, e shëruar, e transformuar përmes mëshirës së Tij dhe e plot në pranimin e Tij. Zemra ime është e hapur dhe e pastër. Shikoj si ndriçon me nurin e Allahut për të tjerët dhe për mua, duke pastruar çdo dyshim, duke sjell paqe dhe dashuri të pafundme. Amin. Tani ndërsa valet e detit ngrihen e bien, vëre si diçka e re po zgjohet brenda shpirtit tënd. Një forcë e heshtur, një urtësi e butë, një shpresë që lëviz si dritë në agim. Allahu po e zgjon fuqinë tënde të brendshme. Po të kujton se gjithçka që kërkon tash është mbjellë brenda teje nga dora e Tij. Lejoje veten të pranosh dhuratat hyjnore. Lejo shkëlqimin që ndriçon rrugën tënde, që të udhëzon me zemër, paqen që të mbështjell si dritë dhe rilindjen që të rikthen tek vetja jote e vërtetë. Me zemër të hapur, thuaj me butësi, ja nur, ndriçoje shpirtin tim. Ja selam, zbrit paqen tënde në zemrën time. Ja Latif, prek çdo plagë që mbaj brenda meje. Ja Hakim, më udhëzo me urtësinë tënde të përjetshme. Ja Kajum, më forco me fuqinë tënde absolute. Ndjeje dritën e Allahut tani, si të mbështjell në një mbështjellës të ndriçuar, mbrojtës dhe të pastër. Shikoj veten tani duke shkëlqyer, e pastruar nga drita e Allahut, nga deti, e përkthelur nga rrezet e hënës dhe e rinovuar nga forca jote e brendshme. Vëre tani se je më e lehtë, më e qartë, më e tërë. Thithe këtë të vërtet dhe nxirre jashtë me falënderim. Thuaj 3 herë, Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah. Dhe tani hapi syt dhe ngrihu ngadalë, duke qëndruar zbathur edhe një herë në rërën e ndriçuar nga hëna, duke shikuar valët e detit dhe duke ndjerë se ke rilindur. Hidh edhe një vështrim të fundit drejt detit të pafund përpara teje dhe përshpërit një faleminderit të butë. Faleminderit për shërimin, faleminderit për ekuilibrin, faleminderit për transformimin. Përshpërit një faleminderit për veten tënde, për çdo hap që ke bërë në udhën tënde të rinovuar. Thua edhe një herë, Elhamdulillah, sepse falënderimi është për Allahun, për çdo dhunti, për çdo dhuratë që ka dërguar në jetën tënde. Tani je e lirë të nisësh sërish, të hedhish hapin e ri në drejtimin e çlirimit, rinovimit dhe shëndetit të shpirtit. Hidh hapin e parë dhe të ri në fuqinë tënde dhe në burimin tënd të vërtet. Kujto se çdo hap që bën është një mundësi për të forcuar lidhjen me Allahun dhe të qonë drejt asaj që ai ka përcaktuar për ty. Përqafo fuqinë që të është dhënë e mbështetur nga drita e Allahut. Dhe kujto se transformimi është një udhëtim i brendshëm dhe i shenjtë, dhe tani je plotësisht e aftë të vazhdosh me besim, forcë dhe dritë të pastër.
Mbaje këtë dritë të Allahut me vete. Lejoje shpirtin tënd të shkëlqej me kujtimin e kësaj nate të shenjtë. Lejo valët e detit të vazhdojnë punën tyre edhe pasi të largohesh. Dhe gjithmonë kujto sa herë që jeta të duket e rëndë, kthehu këtu përsëri. Sepse ky vend, ky meditim, kjo hapësirë do të jetë gjithmonë këtu, i gatshëm të të ofrojë ngushëllim dhe forcë. Tani lëje gjithçka në duart të Allahut dhe kujto se ti je dashur pa kushte, më shumë se mund ta imagjinosh. Gjithçka do të jetë në rregull, sepse Allahu është me ty. Ndjeje veten tani duke u kthyer në realitet në momentin e tashëm. Lëvizi gishtat e duarve dhe të këmbëve dhe hapi syt. Bekime të pafundme për ty, shpirti bukur. Deri herën tjetër. Assalamu alaikum.